largësinë, me këto mund me arrit dikun 5 orë pas zbrit në tokë. Muslim Mehmeti, pas shumë vitesh në mërgim, ka arritur të realizoj ëndrrën dhe pasionin e tij për aviacionin, duke krijuar një shkollë të aviacionit në Kosovë. Me përkushtim dhe investim të madh, ai ka sjell një fluturake moderne të kategorisë Delta Plan, si dhe një aeroplan duke ofruar të pasionuarve pas qiellit mundësinë të mësojnë dhe përjetojnë fluturimin nga afër. Ideja ka qenë e kaheshme. Ideja qysh si riu në kam qenë shumë i pasionuar mas aeroplanëve. Po rrethonat ishin të tilla që s'kam mujt me mërri në atë pikën ku kam dashur. Po. Edhe mas një kohë shkova në Gjermani, mu desh një kohë, derisa erdhëm deri si thënë deri parët, se është një sport që kushton lypët kohë, lypët lek, lypën shumë sene tjera, për me ardhur deri një zhvillim i këtij sportit siç do të. Ka marrë një iniciativë për shkak në Kosovë nuk ka kësi lloj sporti, edhe tash të fillojnë pak të mbilim me këtë fluturakën me kandidatëri të fillojmë të ushtrojmë. Duke na përkrah shumë edhe Kastrioti, klubi Kastrioti nga Obiliqi me kryetarin Fanoli, edhe ai shumë na ndihmon. E falenderojmë komunën Lipjanit, Shtimës, edhe ata kanë ndihmuar shumë. E kemi marrë një fushë ajrore tash të re, jem ka punoj në fshatin Vojnovc. Kështu që jemi në rrugë të mirë lidhe me këtë sport. Edhe pse aviacioni konsiderohet nga shumë kush si sport i rrezikshëm, sipas Musliut, nëse respektohen me përpikri të gjitha rregullat dhe procedurat e sigurisë, rreziku minimizohet maksimalisht. Vetë si sport është i veçantë, si them është sport specifik. Jo që mujnë gjithë njerëz mu kyçin këtë sport për shkak specifika atina. Është i kushtueshëm, po njerëzit e llogaritin edhe i rrezikshëm. Po në fakt nuk është i rrezikshëm. Është e kundërta, nuk është i rrezikshëm, është shumë i sigurt, sport shumë i sigurt për shkak lypën kontrolle rigoroze, kontrolle të rregullta. Nuk lejohet për shembull kalohet kufiri i orëve, e kanë përcaktuar me orën për shembull se kur do të më bëj serviset e vogla, serviset e mëdha edhe kështu. Domthonë është një sport shumë i sigurt. Po ka të interesuar, nuk është puna fjala që nuk ka të interesuar, ka të interesuar shumë po. Përveç orëve mësimore dhe trajnimeve praktike, ai kujdeset personalisht edhe për servisimin dhe mirëmbajtjen e fluturakeve dhe aeroplanit, duke treguar përkushtim të plot ndaj sigurisë edhe funksionimit të tyre. Para se me fillu me dalën në fushë, do të mu kontrollohen në detaje. Sidomos pikat vitale të fluturakës do të gjithmonë, çdo fluturim, jo vetëm kur dal në fushë, por çdo fluturim, çdo aterrim që e bën, do të më kontrollojë pikat vitale ku i ka fluturakja, për shkak asnjëherë nuk mundesh për shembull me ra të njëjtën me zbrit në njëjtën mënyrë. Ka mundësi ndonjëherë për shkak të rrethonave ose të me ra mu përplas pak më shumë se ku ta dinë edhe mendon ai plasariti diku në vogël edhe kështu që lypet kontrolle rigoroze, çdo fluturim me kontrollu. E the që është diçka e re, po besoj edhe që kjo pjesa e mirëmbajtjes është e vështirë në vendin tonë. I bani vetë gjitha serviset, kontrollet e gjitha këto? Vetë, unë jam mekanik vetë i fluturakës edhe aeroplanit. Pjesë fati jam ka qenë që jam në Gjermani dhe tash pjesë rezervi sjellje për atjet. Nuk kam problem rreth është valla diçka se në vendin tonë nuk ka kur gjë për këto mjetet të aviacionit nuk mund me gjetë kur gjë në vendin tonë. Pse vendose me hap këtë shkollë në Kosovë dhe jo në Gjermani, atje ku i ki të gjitha gjërat më të lehta, se i ki gjitha me pjesë, me gjithçka i ki atje, po zgjodhe me hap në Kosovë ku po përballesh me shumë sfida. Po këtu kam lindur, unë edhe mendoj këtu thash të bëj diçka të paktën për komunitetin tonë, për shkak të marr parasysh rrethona që në Kosovë nuk ka. Jo nuk ka, po aeroplan nuk ka askush.
Janë edhe një 2-3 fluturake këtë Kosovën, edhe jam shku nga ajo ide që të paktën të fillojmë me kandidat të ri, që të ri të motivohen edhe të vinë të shohin se si bëhet fluturimi, si është fluturosh, është një adrenalinë, është diçka e veçantë. Kjo është një fluturake moderne, e cila ka specifikat e saj të fluturimit. Timoni, si thojnë. Timoni fluturakës është kjo. Elisa aja fluta, si thojnë të na, aja është, ja mundësën fluturakës për me bën shtytin e fluturakës. Domethënë, në bazë të Elisës, dhezët motori dhe tash aja e shtyn fluturakën. Kjo është thash timoni, e drejton poshtë lartë, smojnë djathë. Këtu vendoset piloti, është një fluturake tipit 3, të kuptohemi, domethënë tipit më 3. Kjo prodhohet në Hungari, e ka marrë 3, ma kanë sjellë për Hungarisë. Këtu vendoset piloti, pasagjeri mbrapa. Instrumentet siç shihni që i donë për fluturim, lartësia, shpejtësia, parametrat e motorit, kjo ndëgjimit, instrumenti i ndëgjimit, komunikimit. Po më të ndërën kjo shpejtësinë e ka begit shpejt, dikun 300 orë. Kur ngritë zonë, se kur në të mënë, kur del me kërë, tash do dëshërën pak ma shpejt me më rrinë për i pikë në pikë. Kështu funksionë edhe kjo. Çfarë lartësie kryesisht shkon me këto? Lartësinë e këto mjetët që përshishni këto, jenë mjetë me djegjet brendshme, dhe më me karburatora, i thëjnë të na. Me këto mjetë mund është me shku dikun 3.500 metra, lartësi, po. E the që kohën e kemi të favërshme me demonstru pak jashtë një... Patjetër. Fati ju, edhe fati ju, sot është koha shumë e mirë për fluturim, edhe kështu që mujna me bo një gjero pa me gjithse. Ky investim i tij ka gjetur mbështetje të madhe te kolegët dhe njerëzit që ndajnë të njëjtin pasion për aviacionin, por jo edhe nga institucionet përgjegjëse të aviacionit në vend. Gjemaj Lilazi, ish kryetari i klubit të aeronautikës Kastrioti dhe veterani parashutizmit, thekson se institucionet duhet të përkrajnë këtë shkollë, e cila konsiderohet e veçantë në Kosovë. Sipas tij, një investim kaq i madh dhe me kaq potencial nuk duhet të lihet pa mbështetje dhe asesi të humbas. A ke mira që shtu do ka bona në i farë në varë. Qëre, muso, ke bo do sene që pak kush i bon ato. Do lëshime shumë tepër, mirë po këto i bon guzime. Përvoja? I bon, të lutem, përvoja, edhe vullneti, mbi gjitha vullneti. Bravo ju koftë. Shqyqyr që keni vullnet për punë edhe për aktivitete në lëmin e aeronautikës. Gjithmonë do të me konë optimist. Gjithmonë optimist me konë, që thënë mas tunelit vjen një dritë që shifën. Edhe na përshpresojmë që më në fund do të kemi një përkraje për institucione edhe ta zhvillojmë këtë sport ta mënë si kohije. Në qiellin e Kosovës, pasioni dhe përkushtimi i Muslim Mehmetit po shndrohet në një mundësi të re për brezat që ndrojnë futurimin dhe zhvillimin e aviacionit në vend.